tu dhe këllëgjë një sen. Dhe unë nala, edhe tha, shumë e kje këtë në të mdoja. Edhe tha, do në bli turbica. Unë e thashe dhe më shumë mare është ashtu. Si për ironi të fatit, sot për 8 mars, 2 gra ka raportuar dhunë brutale nga bashkëshorti, njërën prej tyre e kemi vendosur në një strehimore, gruan nga Kumanova, cilën bashkëshorti kishte thyer brind, ndërsa gruaja tjetër është nga Gostivari, të cilën për pos që e ka dhunuar buri, i ka ngacmuar seksualisht edhe vajzën e saj minorene 11 vjeçare. Po, është e vërtet. Ndodhi dje? Ndodhi dje, vajza ditë e ka pas këtë, që e ka... E ka pas në vete? Po, e ka pas në vete. Kura që ajo mila dhëmët, vajzës time, i ka thonën, i kje shumë të mëdhoja, edhe pupka tu kanë rritën. Edhe ja ka kap kështu me dorë. Edhe vajza imi ka thonë, mos adem se mare është. Mare është kështu. Edhe prap ka shku të spallë, ka kajtë, musum ka kalzu. Nuk besoj që ajo atë rishtu pi muhe, për ndoshta, ka thonë mos ta mërzish mami, sa e di se aj sa të këqia na ka bo neve. Aj kur ka arë sefte këtu, aj e ka të ndalume me gjyç mos mu afru. Pak të sërin për publikun, ti ke qenë martuar nga një martesë e parë cili ke 2 fëmijë. Tani me martesën e dytë që nuk është oficiale, por kemi një bashkëjetues ke një fëmijë tjetër që është 5 vjeçar. Me këtë bashkëjetuesi ju nuk keni kuror, pra ka dhunuar shumë shpesh. Shumë shpesh më ka dhunu edhe shtatzan, edhe kur kam abortuën. Edhe unë herën e fundit nuk ja kam falë, ato ja kanë liru. Ti të më thonë, gjithmonë e ke raportuar polici? Po, shumë herë, edhe shumë të këqia aj mu më ka bo. Masa policia? Masa policia, po shtetja, po... Unë e du në shkup këtë rast të lajmëroj. Po, unë e kam lajmëruar. Ta mori. Se krejt unë mujtë nga mi arru, amo vajzën 11 vjeçare, ajtë ma preke vladin tem mu ashtu. Kjo mu nuk më duket hiç në rregull. Nëse policia nuk merr masa... E ka ngacmuar vajzën, ti bashkë me vajzën shku në polici. Po. Ma tregohet eksperiencën në polici. Shumë kena prit, thëshin do të vjen një inspektor me fëmijët, shumë kena nejtë aty. Pyetja e parë që bëj, kur ishe në polici, erdh inspektori. Po. A e thirrën enti për punë sociale? Jo, veç një policë më vetë këtë që ka ndodhen, edhe hiq as me mor letra me shkrujt as diçka. Vetëm e dëgjon të rastin? Po, veç e dëgjon. Vajza prezente, ja kjo është puna e keqe e punojnësve të policisë, jo profesionale. Punojnësi i policisë pra vetëm pyste? Po, vetëm pyste. Edhe vetëm thëshin prit se do të vije inspektor. Në këj herë bëjtë pyetjen, pas e pritë inspektori, erdhi inspektori, vajzë, grua, mashkull? Në koridor, mashkull. Prit edhe pak se tash do të vinë ato. Po është dash tjetë një inspektore gjinisë femrore, pasi bëhet fjalë për një vajzë minorene. Atë mbram nuk ka pasën inspektore. Ka qenë një inspektor? Njëherë dëshin me lanë krejt me bo për nesër. Të mos marrin A gjithat pritje kena prit, jena maltretu. Në policinë e Gostivarit, kjo ka ndodhë, po? Edhe tani, unë thash, po shifët puna se ketë me njofsi, unë ndoshta jam me lot pjetës, ama u shif ke puna se qëshin zhak punën. Edhe kur më folshin në hodnik, do nuk e di që ishën ato inspektora, policë, 100 herë ma vetëshin një laf, apo 100 herë kam thonë një laf, ju kalëzësha që shka ndodhën. Se isha mirë në qikën, qonin shkup, veç ta qenje, krejt shka duhet në të banjë. Erdhen e morën atë majicën e fotografu në televizorin që e përplasin vaktiftarit nërse të fëmive, pisklima nga ka shku, ka këtu do këshi kena indian, nuk di qka janë. Këto sigurisht nga ka një krejt të pisklu fëmi, të bo këtu katastrofa. Okej, si ka mundësi që nuk është njoftuar endi për punë sociale dhe në prezencë të punojnësit social ti merret deklarata vajzës minorene? Ti a ishe prezent aty? Jo, mu më qitën sot në koridor, me qikën vetë kam folë, që ishte kjo inspektor ka fejmë. Inspektoria ka biseduar vetë me vajzën, që nuk ka të drejtë ta bëj, për shkak se pa prezencën e prindi, një fëmijë minoren nuk guzon t'jap deklarat, pa varësisht për tërësisë deklaratës, ka mekanizma tjerë të cilat janë si ekspertizat, mjekoligjore, briset të materialeve cilat dyshohet se janë
prekur nga ish bashkjetuasi, për asnjë moment inspektoria nuk guxon që pa prezencën e prindit ose kujdestarit të merr deklaratë veçanërisht nga një vajzë e vogël e cila sapo ka qenë ngacmuar seksualisht. Nga enti për punë sociale edhe një herë pyet, nuk kish askush. Një lëshim tragjik nga policia e Gostivarit. Po, ka dhunu shumë. Shumë ka maltretu, shumë ka dhunu, shumë kret këshijet ai mu mi ka bo. A pram që ka ndodhë kjo, veç këtu më ka përplasën. A më kur e prekim dhem kjo. Pja vetë, barkin na ndin muaj, muaj, di qëfar të rajme më ka rejnë, shpulle. Shtatë zani. Po, shkoj të policia një të gjithë e kënu kojnë kënë, oj dashnia jeme aje gjallë. Policën, A unë e rej me kështa mirë kaftira. Policën Gostivar. Po, oj dashnia jeme, keshin do, edhe pram kur ka ardhur dhe pse thash punë, su në thëmë që të rejmër, pse thash se e ka prek, ka gjyt, ka cisat, ajo policia kesh kështu si... Keshen. Po. Keshen, si... E merë me men që shbohët këtu, nuk të morin seriosisht, tash në mujtën me të vra. Po. Edhe thujnë, jo, be nuk ka e vërtet. Se vetë ka thonë Adem Selimi, oj budale quditët, unë e kam shqit shpijen, unë e policët me një kroasan si të qeni mashtroj. Po kur t'ja u futi 300 euro në gjep, të shko sa dush lej si qena gje, për më polici. Se her këtë lafi mi ka thonë, edhe kur më ka rej shtatë zanë, edhe kur më ka dhunu, më ka thonë policia mundet me më kapë veç për edi. Kur gjosë në më bojnë, se unë jam konë rezervist, mu Macedon të më dojnë. Më dalin zotë, që të shëto fjallët, aj mu mi ka thonë se herë. Kitër më ka thonë, shko lajmbra, a mu unë e kam shok në të tovë që ja kam burg. Policia e ka marrë rastin në dorë, për tani normalisht do të ketë ankesat tona, do drejtohen dhe do të kërkohet një përgjigje detajuar për se si ka vepruar policia dhe çfarë është ky mos seriozitet. Në raportin e policisë që është dërguar sot deri tek mediat është se S.A. nga Gostivari ka ngacmuar seksualisht dhe ka prekur vajzën e saj të mitur, që e ke raportuar ti, e cila ende nuk i ka mbushur 15 vjet, pra është 11 vjeçare. Sipas raportit, derisa ajo kishte debatuar verbalisht me S.A.-n, ai e ka sulmuar fizikisht atë. E gjitha që nga informacionet tona në polici po merren masa për rasti, për prokurori ka vendosur që këtë rast, edhe pse është një ngacmim seksual në një të miturë, ta dërgoj me procedurë të rregullt. Prokuroria në Gostivar, prokuroria themelore në Gostivar, prokurori përkatës ka vendosur që këtë rast ta dërgoj me procedurë të rregullt. Pavarësisht neglizhencës së policëve, pavarësisht neglizhencës së prokurorisë, pavarësisht që nuk është lajmëruar enti për punë sociale. Unë do ta ndjeki rastin. Edhe do të bëj të gjithë denoncimet e duhura për të parë se si kanë vepruar në të vërtetë punojësit policorë dhe të i lajmërojmë të gjithë pa cenzurë.